Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin sërish në kanalin Monitor TV për të komentuar pak rreth ngjarjes së mbrëmshme dhe rreth qëndrimeve të Selin Bollatit. Do të ndalojmë tek Big Brother. Nata e mbrëmshme ishte një natë që na dha të gjithëve emocione. Sidomos në momentin kur Selin takoi vjerën e saj, nënën e Gimbos, të cilën në fakt dua ta përgëzoj për thjeshtësinë, për dashurinë dhe për respektin që tregoi një herët ndaj djalit të saj dhe ndaj vajzës që djali ka përzgjedhur në jetë. Unë sinqerisht me zemër uroj që ashtu siç nëna e Gjestit ja dhuroi dashurinë Selin, ja dhuroi emocionet Selin, ja dhuroi ndjesitë shpirtërore Selin, uroj me zemër që edhe Selin së bashku me Gimbon të vazhdojnë kështu në rrugën e tyre të dashurisë, në këtë rrugë që ato e nisën brenda atyre dyerve. Tani ju e dini shumë bukur, të cilët jeni ndjekës të mi, unë për këtë dalje nga shtëpia të Gimbos kam hedhur një hipotezë, do me thënë kam treguar në mënyrë të detajuar se përse Gimbo duhet të largohet në këtë pikë të lojës. Çuditërisht, me gjitha të kohë qëndrimi aty brenda, Gimbo nuk pati fatin që të rrëfej dhe linjën e jetës së tij, do me thënë nuk e pam linjën e jetës së Gimbos, nuk dëgjuam për jetën e tij, nuk njohëm më shumë për teja asaj se çfarë Gimbo tregoi në ditët e qëndrimit brenda në shtëpi, do me thënë nuk patëm diçka të detajuar. Mënyra se si u bë surpriza mbrëm ishte një mënyrë e dukshme që në fakt edhe nëna e Gimbos e dinte që Gimbo do të largohet në këtë televotim ku Miri i nxori kokë më kokë dy çiftet, ku më i rrezikuari ishte Gimbo. Loja e produksionit me pyetjen se kë dëshironi të largoni, besoj që ka qenë njëra nga arsyet që publikun e ka bërë pak lëmsh, sepse shqiptarët të cilët kanë qenë pro që Gimbo të qëndron, kanë votuar Gimbo, 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 duke mos e lexuar pyetjen se si duhet ta drejtojnë atë vot. Këto janë sekretet në fakt të produksioni që i bën gjërat që të jetë i lëvizshëm. Por Selin nuk është se ka përjetuar edhe bukur këtë dalje. Çfarë pash unë në karakterin e Selin Brëm? Unë në karakterin e Selin Brëm, edhe pse në fakt e dija sepse e kisha nuhatur, por mbrëm e pash më fort. Një vajzë e cila nuk dorëzohet, do me thënë edhe gjatë kohës kur Gimbo i fliste, edhe pse kishte shumë make-up, por ju e patë që fytyra i ndryshoi krejtësisht, do me thënë e për brënda u skuq edhe kishte shumë tension në moment, e përjetoi keq daljen e Gimbos. Në sy të banorëve të tjerë, Selin nuk është se ka bërë reagime, nuk është se ka bërë mimika, sepse Selin është lojtare fort, me sa unë e kuptoj, dhe dëshiron që banorët t'i ketë gjithmonë aktiv, do me thënë banorët të besojnë që Selin nuk e do Gimbon. Nga fakti që Selin fshiheshte në përcepat të shtëpisë duke qarë, do me thënë hyri edhe në lavanderi, qëndronte vetme në orët e vona të natës, kjo gjë ka ndodhur nga ora 4 e mëngjesit, tregon që Selin nuk dëshiron që dhimbjen e saj ta shfaq para banorëve në shtëpi. Domethënë këtë ka armën më të fortë dhe më duket që pikën e dobët të vetën e ka këtë gjë. Nuk toleron në asnjë mënyrë që gjërat e saj të jenë të dukshme për banorët, sepse normalisht më pas ja përdorin këto gjëra. Ajo sot është zgjuar përsëri e thyer, e shoh nuk është ajo Selina me atë energjinë që ne e shikonim ditë më parë. Ndoshta do ta kthen, por me kë do ta kthen, sepse nuk e ka Gimbon aty brenda. Gimbon e kishte një mbështetje, e kishte një dashuri, e kishte një ngrohtësi, e kishte një portë ku ajo hapte zemrën e saj dhe besoj që me largimin e tij ajo tani do ta kuptoj vlerën të djalit Gimbo dhe vlerën e asaj që këto të dy ndërtuan brenda atyre mureve që për Selin dhe Gimbo do t'jenë kujtimet më të bukura. Pyetja që shtrohet nga publiku është kjo. Përse atëherë doli Gimbo dhe përse produksioni veproi në këtë formë? Produksioni
dëshiron që të krijon dinamika. Domethënë Big Brother është një lojë dinamikash. Dhe nëse ne do të futemi në thelb në këtë histori, mendoj që Gimbo në mënyrë kohore të shpejt i dha të gjitha emocionet e veta me Selin. Do me thënë puthjen e dhan, afërsinë e krijuan, dashurinë e nisën, dasmën e bën, të gjitha këto pikat kulminante që një çift mund t'i dhuroj në Big Brother avash për të zgjatur qëndrimin. Gimbo është një djalë i sinqert dhe ndjenjat e tij nuk i përdori për lojë, por i përdori për emocion të vërtet, dhe i përdori për të bërë atë që djente. Dhe kur produksioni e pa që nuk ka më se qa të bëhet mes Gimbos edhe Selin, sepse Gimbo nuk krijonte edhe dinamika me Mirin, nuk krijonte dinamika me Rogertin, i kishte të pakta, produksioni do të shumta, 24/7, vetëm grindje, vendosën që t'i japin këta avantazh Mirit, kur nga Miri normal priteshte, dieshte se ç'a pritet kjo gjë. Dhe për të bërë këtë përçarjen që nga dalja nga shtëpia e Gretës dhe Gimbos, Selin të mbetet po ajo Selina që ishte në fillim, do të thënë tani kthehemi krejt në ditët e para, dyshimet janë që Selin të afrohet me Mirin në lojë. Tani, unë duke njohur zgjuarsinë e Selinës dhe duke njohur shkathësinë e Selinës, unë jam shumë i bindur që Selina nuk do ta bën këtë lëvizjen. Nuk do ta bën këtë lëvizjen sepse ajo e ka kuptuar që afrimiteti i saj me Mirin në këtë pikë të lojës keq interpretohet jashtë ashtu siç është keq interpretuar, sepse Miri në dhomën e rrëfimit ka shpreh ndjenja dashurie, ndërsa Selin është munduar që, do me thënë, sipas saj të jetë sa më larg tyre emocioneve. Unë mendoj që Selina, në qoftë se nuk do t'i kishte informacionet për Mirin nga familjarët, nga rrethi, nga telefonata e babait, letra etj, ajo do të kishte rënë brenda me Mirin, do t'ishte dashuruar, sepse nuk e kishte shumë në pyetje këtë pjesën e familjes. Por nga fakti që Selin mori shumë informacione, hyrja e Gretës luajti një rol shumë të rëndësishëm në marrëdhënien e Mirit edhe Selin, më pas shëndriti, Selina vendosi që të largohet dhe ja dha mundësinë Gimbos, një mundësi që Gimbo në fakt e ka kërkuar që në natën e parë, por dhe Selina që në natën e parë dha iniciale. Nuk ma merr mendja që kjo marrëdhënie do të përfundon, në qoftë se Selina qëndron kështu siç është. Gimbo e do shumë Selinën dhe familja e Gimbos e duan shumë, do me thonë nuk është vetëm nëna e Gimbos që ka fol me emocion për atë, po janë të gjithë motrat e gjithçka që Gimbo ka që kanë mbështetur Selinën, dhe mendoj që në momentin që Selin do të del nga shtëpia, Gimbo do të jetë mbështetësi i saj më i madh. Dua të marr mendimin tuaj.